Pas 11 muajsh në detyrë, Gentian Berberi pritet të largohet nga posti i drejtorit të policisë së Shkodrës, duke i hapur rrugë një emërimi të ri në krye të këtij institucioni. Burime bëjnë me dije se në vend të tij pritet të emërohet Dashamir Spaho, i cili më herët ka ushtruar detyrën e zëvendës drejtorit në këtë drejtori. Lëvizja vjen në një kohë kur strukturat e policisë në Qark kanë qenë në fokus, veçanërisht pas pezullimit nga detyra të shefit të komisariatit Bekim Lika, lidhur me zbulimin e një parcele me kanabis në zonën e Velipojës. Emri i Berberit ishte përfolur kohë më parë, por një largim të mundshëm, ndërsa tashmë pritet vetëm zyrtarizimi i këtij ndryshimi nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Skënder Hita. Gentian Berberi mori drejtimin e policisë së Shkodrës afro një vit më parë, pasi më herët kishte drejtuar policinë e Kukësit. Ai zëvendësoi në këtë detyrë Fatmir Lleshin në një periudhë të ndjeshme të shoqëruar me aksione për prishjen e ndërtimeve pa leje në zonën e Thethit. Nga ana tjetër, Dashamir Spaho rikthehet në Shkodër pas eksperiencës së fundit në Departamentin për Kufirin dhe Emigracionin në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, këtë herë për të marrë drejtimin e plotë të policisë në Qarkun e Shkodrës.